Dhjetërat e rinj përfaqësues organizatash dhe qytetarë u bën bashkë në Shirok në një aksion vullnetar për pastrimin e zonës pranë liçenit të Shkodrës, duke lënë një shembull konkret të angazhimit për mbrojtjen e mjedisit, aksion organizuar nga Bashkia e Shkodër dhe disa organizata institucione në një bashkëpunim që tregoi rëndësinë e përfshirjes së komunitetit në ruajtjen e pasurive natyrore. Unë dhe moshatarët e mi sot u bëm pjesë të vullnetarëve të Act for Shkodra për të pastruar liçenin ton të bukur të Shkodrës. Sot ju bëjmë thirrje të gjithëve, shkodranëve dhe jo vetëm, të pastrojnë dhe të mirëmbajnë sadopak jo vetëm liçenin e Shkodrës, por të gjithë qytetin. Bashkia Shkodër si gjithmonë është në suport të rinjve dhe vullnetarëve që duan të marrin aksione për qytetin dhe ndërgjegjësimin e të rinjve dhe brezave për pastrimin dhe mbajtjen pastër e aseteve tona më të rëndësishme natyrore si liçeni i Shkodrës. Ky është aksioni tjetër i radhës pas atij të Velipojës për të pastruar dhe të mbajtur pastër liçenin. Jo vetëm një ditë pastrimi, por një ditë ndërgjegjësimi për të gjithë brezat, që kushdo që kalon dhe vjen dhe një pasdite apo kalon rrugës, të mbaj pastër, me turina të hedhen në vendin e duhur dhe të kontribojë në këto pasuri natyrore të ruhen e të trashëgohen të pastra brez pas brezi. Sigurisht që kësaj nisme nuk ishte se si t'i mungonte dhe drejtoria rajonale e trashëgimisë kulturore, duke qenë se edhe liçeni i Shkodrës është një nga trashëgimit më të mëdha që kemi si qytet, është liçeni më i madh i Ballkanit, dhe ne të japim kontributin ton në ruajtjen, në mirëmbajtjen e mjedisit dhe riciklimin e mbeturinave për të mbrojtur sa më shumë biodiversitetin e liçenit të Shkodrës. Përmes kësaj nisme u realizua pastrimi i mbetjeve në zonën breg liçenore, ndërsa u përcolli një mesazh sensibilizues për qytetarët që të kontribuojnë në mbajtjen pas të hapësira publike. Nga Shirok olla një shembull i qartë se mbrojtja e mjedisit është një përgjegjësi e përbashkët dhe se përmes bashkëpunimit mund të arrihen rezultate konkrete në ruajtjen e një prej pasurive më të rëndësishme natyrore të qytetit.